Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te numri i WhatsAppit. Dhe shohim si do jetë java edhe për shenjën tuaj. Ju keni të bëni me energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të ujit dhe energjitë të shenjës së shigetarit. Atëhere, ju shoh që po mendoni shumë seriozisht në lidhje me një komunikim. Është një komunikim nëpërmjet internetit. Dhe këtu flasim në lidhje me dashurinë, për ata që janë beqar. Ndiheni shumë të sakrifikuar në lidhje me një komunikim. Ndoshta është një komunikim që ju ka krijuar pak vështirësi. Mund të jetë një person që ju e njihni nëpërmjet rrjeteve sociale ose diçka tjetër, por jeni duke menduar shumë seriozisht rreth një personi që mund të njihni nga interneti. Për pjesën tjetër, ju shoh në një pozicion të favorshëm. Jeni në një pozicion mbretëror. Ju jeni duke menduar rreth situatave në lidhje me shtëpinë, me fëmijët tuaj. Dhe ju shoh që ndiheni pak të lodhur. Disa prej jush mund të keni dhe një person të afërm që mund të ketë probleme me shëndetin, dhe ju do jeni duke mbështetur gjatë kësaj periudhe, dhe shoh që do keni një komunikim shumë të mirë në shtëpi, në familje, por edhe me situata të ndryshme që ju mund të keni. Shoh që një person do t'ju mbështesi, do t'ju këshilloj në lidhje me një komunikim që do keni nëpërmjet internetit, por mund të jetë edhe një person që mund t'ju mbështesi nga ana ekonomike. Sepse mund të jetë një komunikim nëpërmjet internetit për një largim jashtë shtetit, për të vazhduar studimet, për të aplikuar për diçka që ka lidhje me emailët, për një pjesë tjetër, por gjithsesi ju shoh që ju do harrini të veproni, do merrni lajme të mira, do veproni shpejt, por kjo ka lidhje edhe në lidhje me udhëtime të ndryshme që ju do keni. Mund të bëni dhe udhëtime gjatë kësaj periudhe, keni nevojë t'ju mbështesi diku ose dikush do t'ju mbështesi, mund t'ju këshilloj ose edhe nga ana ekonomike për të bërë edhe një udhëtim. Dhe për një pjesë tjetër tham që ju mund të aplikoni nëpërmjet internetit, rrjeteve sociale, do merrni lajme të mira, do veproni shumë shpejt në lidhje me këtë gjë. Ndërsa për disa të tjerë, mund të jetë që ju mund të jeni duke punuar në internet, nëpër online, ose ju mund të jeni edhe duke qëndruar gjatë në rrjete sociale. Gjithsesi, kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Akrepit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Dhe shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Atëherë, ju shoh keni të bëni me energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të ajrit dhe energjinë e shenjës së luanit. Në fillim të javës, ju shoh që për pjesën e beqarëve mund të jetë një person që tërhiqet nga ju te vendi punës. Është një person që ju admiron, ju pëlqen dhe tërhiqet shumë nga ju, dhe shoh që ju mendoni negativisht në lidhje me këtë person. Ndoshta rruga është e hapur, janë thjesht mendimet tuaja, sepse ju shoh që ju jeni përballur me shumë sfida, me shumë vështirësi në lidhje me dashurinë, me njohjet që mund të keni pasur, lidhjet ose marrëdhëniet, por gjithsesi ju gjeni forcën për të ecur përpara. Në lidhje me marrëdhëniet do jeni më bashkëpunues gjatë fillimit të kësaj jave, por në mes të javës ju shoh prapë që ju do jeni të ngecur pak në mendime negative.
Por gjithsesi rruga është e hapur, nuk ka gjë nga gjërat që ju mendoni, dhe gjitha këto krijohen sepse ju keni kaluar shumë vështirësi, ndoshta në njohjet, lidhjet, marrëdhëniet tuaja për një pjesë, por ju harini të gjeni forcën dhe të ecni përpara. Ndërsa në lidhje me punën tuaj, ju do arrini të bashkëpunoni gjatë fillimit të javës, mund të keni një bashkëpunim, një partneritet, ose me projektet, me bashkëpunimet të ndryshme që keni, por ju shoh që sikur nuk besoni te kjo gjë, më falni, nuk besoni te kjo gjë dhe këtu gjithsesi kjo ndodh sepse ju jeni përballur me shumë vështirësi, shumë sfida, por unë e shoh që ju do harrini që t'i çoni gjërat para, do gjeni forcën për të çuar gjithçka para. Unë do hedh një kartë tjetër dhe do li vetë dhe kam fillime të reja. Fillime të reja në lidhje me personat që dëshirojnë të futen në njohje, shoh shumë diskutime në lidhje me personin që ju futeni në një njohje, ndërsa për pjesën tjetër do keni fillime të reja dokumentash, fillime të reja në lidhje me studimet, ose në lidhje me mund të jenë dhe fëmijët tuaj që kanë lidhje me fillimet e reja, ose mund të keni fillime në lidhje me një trajnim, ose ju të filloni një palestër, një diçka tjetër. Shoh fillimet e reja të vendit punës, në lidhje me projektet, me bashkëpunime të ndryshme, sepse ju do ta gjeni forcën për të bërë këtë fillim të ri. Dhe kjo ka lidhje në lidhje me çfarë do lloj situate që keni. Ju mund t'i merrni situatat ashtu si i keni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së shijetarëve. Atëherë, do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Atëherë, shohim si do jetë java. Edhe për shenjën tuaj, letrat dalin, nuk durojnë. Ju keni të bëni me energjitë shenjave të zjarit, që jeni ju vetë, keni të bëni me energjitë shenjave të ajrit dhe energjitë të zjarit përsëri. Ju dëshironi të bëni një fillim të ri, ju shoh me shumë pasion në lidhje me dashurinë, ndoshta dëshironi të hyni në një njohje të re, në një rast, ose në rastin tjetër dëshironi të çoni njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja para. Një pjesë prej jush keni kaluar disa vështirësi në jetën tuaj, në lidhje me dashurinë, dhe ju dëshironi të jepni një drejtim më të mirë shtëpisë tuaj, familjes tuaj, por ju shoh që ndiheni pak të bllokuar. Nuk di, por gjatë gjithë javës ka dalë te disa lexime kjo letër, sepse tregon një lloj bllokimi. Në lidhje me punën tuaj, ju do keni kontrata gjatë kësaj jave, do jetë një fillim kontratash, partneritetesh, bashkëpunimesh të ndryshme, dhe ju shoh që këtë do ta bëni me shumë pasion. Dhe do dëshironi që të lini vështirësitë mbrapa, duke i dhënë një drejtim më të mirë punës tuaj, por edhe projekteve, bashkëpunimeve tuaja. Por në fund të javës ju shoh që do ndiheni pak të bllokuar dhe ju, sikur ju janë lidhur këmbët, nuk lëvizni dot të bëni gjë, edhe pse jeni në një pozicion të mirë, përsëri sikur është fundjava që ju sikur ju ka lidhur njëri këmbët dhe nuk lëvizni ndoshta për t'i dhënë këtë drejtim që doni situatave të ndryshme. Diçka do t'ju bllokojë aty. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me anën ekonomike, ose mund të shkoni dhe një fundjavë me pushime, por nuk më bie në fundjavë, më tepër më bie në mesin e javës, që ju mund të shkoni diku për të qetësuar në një vend me ujë, dhe për t'i dhënë drejtim situatave që ju dëshironi. Dhe marrim edhe një tjetër për të saktësuar këtë bllokim edhe në lidhje me shenjën tuaj. Shoh që nuk e di, keni të bëni me institucionet shtetërore ose ju keni marrë eksperjenca në lidhje me situata të ndryshme që keni. Kjo gjë ju ka bërë që të mbyllni pak zemrën dhe të përdorni më tepër pjesën e logjikës.
në lidhje me zgjidhjen e situatave të ndryshme që do keni gjatë kësaj jave, sepse ju shoh që ju do dilni nga vështirësitë për t'i dhënë zgjidhje gjithçkaje. Ndërsa një pjesë tjetër mund të keni të bëni me institucione shtetërore, me pjesën e dokumentave, me studime të ndryshme, mund të jenë dhe institucione private, dhe këtu flasim për pjesën e dokumentave gjithmonë. Gjithsesi, është një javë e mirë, edhe pse ka ato momentet e veta, është një javë pozitive. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Briciapit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë, edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve, mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Dhe shohim ose te numri i WhatsAppit. Dhe shohim energjinë që vjen edhe për shenjën tuaj. Këtu kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të ajrit dhe përsëri energjitë shenjave të ujit. Gjithsesi ju shoh që ju largoheni nga diçka, ndoshta nga vështirësi të ndryshme që mund të keni kaluar për t'i dhënë një drejtim më të mirë vetes tuaj. Ju mund të largoheni nga një njohje ose që mund t'ju se ka lidhje shumë edhe me anën emocionale, nga një njohje që mund të keni pasur, ndoshta nuk ka funksionuar ose një lidhje ose një marrëdhënie për t'i dhënë një drejtim më të mirë vetes tuaj, ndoshta për të bërë diçka të re. Ju shoh shumë të lodhur, keni nevojë të qetësoheni për t'i dhënë drejtim situatave që ju dëshironi. Duhet merrni një pushim, por ndërkohë duhet keni kujdes dhe me pjesën tuaj të shëndetit. Ju shoh që do ndjeni shumë emocional gjatë kësaj jave, por do keni dhe paqartësi, do ndjeni dhe pasiguri brenda vetes tuaj, në lidhje me drejtimin e gjërave gjatë kësaj jave. Edhe pse ju dëshironi të merrni një drejtim të mirë, por diçka ju pengon. Ju pengon më tepër sepse ju shoh të lodhur psikologjikisht dhe duhet merrni një pushim për t'i menduar gjërat mirë se si t'i jepni drejtim. Dhe kjo ka lidhje në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Për një pjesë ju dëshironi të lini mbrapa një punë për të filluar diçka tjetër, por ju duhet ta mendoni mirë këtë gjë, sepse mund të ndjeni edhe pasiguri, frikra emocionale në lidhje me një fillim të ri, por gjithsesi ju do ta merrni këtë drejtim. Ju do filloni diçka. Ndërsa ose në lidhje me projekte, bashkëpunime të ndryshme ose edhe me karrierën tuaj, me punën që ju keni. Ndërsa për një pjesë tjetër, ju dëshironi të jepni drejtim anës tuaj ekonomike, duke lënë mbrapa disa vështirësi që keni kaluar dhe duke i dhënë një drejtim më të mirë. Por gjithsesi, në mesin e javës, duhet të pushoni, të merrni një kohë për veten tuaj, për të menduar mirë se çfarë mund të bëni dhe të dilni nga pasiguritë që ju mund të keni në lidhje me gjithçka. Gjithsesi, unë zora dhe 2 letra, duhet keni kujdes nga prapaskena, ju shoh këtu, dhe ju do harrini t'i lini mbrapa vështirësi dhe t'i jepni një drejtim të mirë, e shoh. Ju do harrini t'i qetësoni gjërat më saktë, do jeni në pritje të një përgjigjeje, mund të jetë pritje një përgjigje nga një person, për gjithë ata që janë beqar, për pjesën tjetër, përgjigje në lidhje me punën, për një largim jashtë shtetit, në lidhje me studimet, në lidhje me dokumenta të ndryshme, ose edhe me karrierën tuaj, me partneritete, por e rëndësishme është që në fund të javës ju ndryshoni këndvështrim. Do bëni plane afatgjata në lidhje me gjithçka. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Ujorit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Dhe shohim energjinë që do na vijë. Disa nga këto letra dolën pothuajse në shumë lexime, me sa kuptoj është një javë
që do ketë disa pengesa për të gjithë, dhe në fillim të javës ju shoh që ju dëshironi të bëni diçka, por sigur diçka ju pengon. Ndoshta jeni duke menduar seriozisht rreth një personi, një njofje që dëshironi të futeni, por përsëri, edhe pse mendoni seriozisht, përsëri ngeceni pak në mendime negative. Ndoshta ju mendoni që nuk mund mos ju pranoj ky person ose diçka tjetër, por janë thjesht mendimet tuaja, sepse rruga është e hapur. Për pjesën tjetër, mund të ndjeni në familje, në shtëpi, në marrëdhëniet në çift, por edhe me fëmijët tuaj, sikur ndjeni pak të bllokuar. Edhe pse jeni duke menduar se si të jepni drejtim gjërave, dhe përsëri dhe aty do mendoni pak negativisht në lidhje me gjithçka që ju, me çfarë do lloj situate që të jetë. Por rruga është e hapur, janë thjesht mendimet tuaja, ju thash, ju thjesht e bllokoni veten tuaj këtu. Ndërsa për disa të tjerë jeni duke menduar rreth punës, rreth projekteve, bashkëpunimeve, dhe sigur nuk lëvizni dot, nuk bëni dot gjë. Ju dëshironi të ndryshoni një vend pune dhe aty ndiheni të bllokuar. Dëshironi të filloni një punë të re dhe ju duket sikur jeni të bllokuar. Ose të futeni në një partneritet, në një bashkëpunim të ri dhe përsëri ndodhe njëjta gjë me ju. Ose dhe nga ana ekonomike. Gjithsesi, unë shoh një person që është në një pozicion të favorshëm, është një person që do t'ju mbështesi, do t'ju këshilloj, se si ju mund të jepni zgjidhje disa situatave, ose në rastin tjetër është një person që ju mbështet nga ana ekonomike. Por ju përsëri sikur mendoni negativisht edhe në këtë. Ju mendoni, nuk e di pse, në fund të javës, por nuk ka asgjë nga mendimet që keni, sepse rruga është e hapur. Dhe unë do nxjerr edhe një tjetër për të parë se si do shkoj. Dhe përsëri ju shoh që nuk jepni dot zgjidhje, nuk e di. U mundova që ndoshta hapej fundi javës, por ju shoh keni ngecur në mendime, nuk jepni dot zgjidhje një situate, një njofje, një lidhje, marrëdhënieve. Për një pjesë tjetër nuk jepni dot zgjidhje një pune të re ose një bashkëpunimi. Edhe pse ju shoh në një pozicion të favorshëm dhe jeni duke menduar shumë fort për anën ekonomike, por ju ngecen mendime. Thjesht mendimet tuaja ju bllokojnë. Duhet ta dini këtë, sepse ju shoh përsëri, edhe pse rruga është e hapur, ju nuk i jepni dot zgjidhje situatave. Nuk i jepni sepse thjesht keni ngelur në mendimet tuaja. Nuk është sepse rruga është e hapur, janë thjesht mendimet, dilni nga mendimet negative që gjërat ecin sa më mirë. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje, gjithë ju të shenjës të peshqve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Dhe shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, të gjithë ju. Atëherë, ju keni të bëni me energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të zjarit dhe përsëri energjitë shenjave të tokës. Ju shoh që jeni duke menduar seriozisht në lidhje me njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Nuk e di, po shoh që ka qenë një lodhje që ka zgjatur për një kohë të gjatë, por ju sigur çliroheni në mesin e javës dhe në fund të javës ju shoh që ju do arrini të stabilizoni situata të ndryshme që keni në lidhje me njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet, ose ju do arrini të stabilizoni diçka në shtëpinë tuaj ose në familjen tuaj, ndërsa për një pjesë tjetër jeni duke menduar shumë seriozisht në lidhje me një punë që ndoshta ju ka lodhur kjo punë, por ka ardhur momenti në fillim të javës që ju të çliroheni nga kjo lodhje. Në rastin tjetër mund të jeni duke bërë dhe disa punë njëkohësisht dhe kjo gjë ju ka lodhur, por ju do të jepni fund për të bërë një fillim të ri. Ndërsa disa prej jush do mbyllni projekte, bashkëpunime ose diçka tjetër që ju ka lodhur për të filluar diçka tjetër, një punë të re, një bashkëpunim të ri ose një partneritet të ri.
dhe ju do harini ta stabilizoni situatën edhe në lidhje me punën tuaj. Disa prej jush mund të kërkoni një lloj pavarësie. Dhe këtë pavarësi flasim në lidhje me pjesën e personave që janë beqar, dëshironi të shkëputeni nga familja për të marrë përgjegjësitë vetë, dhe e dëshironi këtë pavarësi, po dëshironi dhe një lloj stabiliteti për veten tuaj. Ndërsa për një pjesë tjetër, ndoshta ju kërkoni një lloj pavarësie te vendi punës, ndoshta për të bërë diçka vetë, për duke pasur diçka tuajën. Dhe ju do harini ta realizoni këtë. Për një pjesë tjetër, shoh që është një person që ju mbështet, ju këshillon ose nga ana ekonomike ose ju mbështet nga ana ekonomike në lidhje për të arritur për të stabilizuar financat tuaja. Disa të tjerë në fund të javës do merrni disa para dhe këto para do t'ju japin më siguri brenda vetes, ju do arrini të stabilizoni anën ekonomike gjatë fundit të javës. Gjithsesi, është një javë e mirë, ju thjesht çliroheni nga disa situata që ju kanë lodhur, duke arritur të stabilizoni situata të ndryshme që ju mund të keni në lidhje me dashurinë, me marrëdhëniet, me punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit maj, por dhe videot e tjera që postohen gjatë një periudhe të mëparshme. Atëherë ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj video. Dëgjojmë videot e radhës.